Jemi rikthyer këtu në Shizon Air në Top Albania Radio dhe un kam dy të ftuar. Mos ma duj për keq, por unë janën e kam shumë për zemër. Jam shumë e lumtur që e kam këtu në studio dhe është Stelina. Si bëjmë xhelozun jo. Jo, po s'ke pse të bëj, se unë të kam ty shumë preferuar. Plati xhelozia. Ty dhe kitarën tënde. Livia, faleminderit zemër, edhe unë jam shumë e lumtur që gjenden pranë teje, po edhe mes gocave, edhe patjetër edhe me të ftuarin tuaj special. Kemi dhe Nik Zahimin që është një këngëtar, kështu që të kemi sjell edhe me muzikë edhe me shumë harmoni. Më keni pritur në mënyrë më të mirë të mundshme. Është vërteta, vetëm ty të kemi trajtuar kështu, nga kush ka ardhur nga Big Brother. Po ndihem shumë e lehatuar. Si kanë qenë këto ditët, Stelina, si fillim pas Bigut, këto komentet, si ke pritur? Ditët kanë qenë shumë të bukura. Mezi kam pritur të marr patjetër këto komente dhe të shikoj se si më ka pritur publiku. Kam qenë shumë e kënaqur që përgjithsisht pjesa më e madhe kanë qenë pozitive. Patjetër, edhe ju e dini që jo të gjitha janë pozitive, por ne jemi mësuar me këtë gjë. Ato negativet, në çfarë të kapin, domethënë, në çfarë të gjykojnë? Shiko, më së shumti janë tek marrëdhënia ime dhe e Kesit, patjetër, por përgjithsisht aty kapen, tek ato. Por të çfarë gabimi yt? Po tek fakti që sipas atyre gjithmonë. I është dhënë shumë vëmendje kësaj marrëdhënie dhe duhet të kisha qenë më e tërhequr në të. A mendon se e njohën Stelinën e vërtet? Unë mendoj që e kam shfaqur Stelinën e vërtet që në eksperiencën time të parë që ka qenë në Përbuthen. Nuk e di nëse i kishte mjaftuar publikut për ta njohur që aty, po patjetër Big Brother është një format shumë herë më i madh për ta njohur një personazh më mirë, kështu që patjetër në Big Brother unë shpresoj shumë që të më kenë njohur, sepse patjetër unë këtë doja, që të kuptonin të gjitha anët e mia. Nëse ti do kthehesh mbrapa në kohë, cili do ishte një reagim ose një vendim që ti do ta ndryshoje me se s'bëm? Një reagim patjetër më kujtohet dita kur kam ndjekur kesin në pishinë që i kërkoja një shpjegim, atë patjetër do ta fshija. Mendoj që nuk ka nevojë që unë të kërkoj një shpjegim. Tani jo patjetër, po as atëherë mendoj që nuk kishte nevojë për një shpjegim. Kjo ndoshta edhe për faktin se ai vet nuk kishte çfarë shpjegime të më jepte për mënyrën se si shkoi situata jon. Gjërat e tjera mendoj që nuk do t'i ktheja shumë, nuk do të bëja shumë ndryshime, sepse patjetër ajo është një nga eksperiencat e mia më të bukura, pikërisht për faktin që është spontane dhe çdo gjë ka ardhur ashtu siç është parë edhe tek ju, totalisht e pa planifikuar. Stelin, kur kthen kokën pas, atëherë duke menduar gjithë sfidat që ti ke kaluar, cili ka qenë momenti yt më i vështirë aty brenda, që edhe sot të qëndron akoma në mendje? Mendoj momenti më i vështirë brenda në shtëpi ka qenë momenti kur ka ardhur Ina që ndryshoi të gjithë rrjedhën e marrëdhënies tonë. Por mendoj që bëri ishte shumë ikonik, kështu që mendoj se por mendoj që ka bërë gjë më të mirë sepse mua më hapi syt shumë pak ditë pasi po mundonim të rikthenim diçka me kesin. Kështu që për mua ishte shumë mirë që ardha Inës në shtëpi. Okay, ishte diçka e mirë për ty. Po ka qenë moment i vështirë për hir të vërtetës. Unë kam pasur një teori në mendjen time, si shikuese, dhe mendoja, duke parë se ti nuk është se i ndonjë shumë në krah kesit kundrejt lojës së tij. Mos ka qenë kjo arsyeja sepse ai krijoi çiftin me Inën, sepse Ina si duket nga fakti që nuk kishte shumë shoqëri, nuk kishte shumë qasje brenda shtëpisë dhe nga mënyra se si ajo hyri. A mendon se Kesi e zgjodhi për këtë arsye dhe jo patjetër për ndjenjat që kishte dhe donte të zhvillonte historinë e dashurisë brenda Big Brother që dihet që publiku e do shumë? Mendoj që patjetër mund të jetë një arsye kjo. Kjo edhe për faktin që edhe në eksperiencën e parë që ne kemi pasur në Përputhen, Kesi ka treguar që siguria ka qenë një nga problemet më të mëdha që ai ka, kështu që ai kërkonte vazhdimisht të gjë. Unë nuk jam njëri që nuk të jap siguri, por në momentin që unë nuk gjej të njëjtën gjë nga ana jote, do më duhet të tërhiqem dhe të vej veten time primare. Kështu që mendoj atë siguri të cilën nuk ja dhash, Kesi e gjeti tek Ina dhe vazhdoi rrugtimin e tij. Ti e shprehur se ky është një kapitull tashmë i mbyllur me Kesin, po ai ka tentuar të komunikojë me ty në ndonjë formë këto ditë jashtë? As unë dhe as Kesi nuk kemi tentuar të flasim me njëri tjetrin sepse nuk kam asnjë arsye për të folur. As në ato rastet kur rastisnin në të njëjtin praj? Në të njëjtin vend. Vetëm një herë ka rastisur. Jo, nuk kemi pasur asnjë lloj kontakti, qoftë ky edhe kontakt me sy. Asnjë përshëndetje as gjë. Asnjë përshëndetje dhe asnjë kontakt me sy. Po të jap një supozim. E zëm se kjo gjëja e tim me Inën nuk po funksionon dhe ai tenton sërish të ketë një urë komunikimi me ty. Cili do ishte reagimi jot?
Për mua janë të mbyllura, unë I kam dhënë 2 shanse kesit për ta përmirësuar marrëdhënien tonë, kështu që nuk ka nevojë për një të tretë mendoj unë. Dhe I dyti ishte I tepër. As për të folur, ë? Patjetër, nuk ka asnjë lloj arsye për të folur ne të dy bashk. Aq më tepër që ne të dy sa herë që flisnim ziheshim. Nuk kemi pse ta stresojmë më njëri tjetrin, kështu që të dy në jetëve të qetë, në secili në jetën e vet. Këtë ndarje mund ta quajmë si shpëtim apo humbje? Shpëtim, patjetër. Patjetër që është shpëtim. Aq më tepër me ato çfarë un kam parë, definitivisht është shpëtim. Do doja një këshill nga ana jote për një gocë që mund të përjetonte të njëjtën situatë. Shiko, durimi është gjëja më e madhe në situatat të tilla. Realisht do t'i sugjeroja që të kishte primare durimin dhe patjetër mos harronte asnjëherë se sa e rëndësishme është vetja e saj. Kështu që unë e kam humbur ndonjëherë rëndësinë për veten time, duke u përqendruar kësaj marrëdhënie dhe dedikuar sa më shumë kësaj marrëdhënie. Ka qenë një nga gabimet më të mëdha që un kam bër. Kështu që patjetër Cili? Shansi I dytë? Apo gjithë marrëdhënia? Shansi I dytë ka qenë patjetër gabim shumë I madh, por edhe fakti që unë shpesh herë e humbisja veten në këtë marrëdhënie dhe I jepja përparësi kesit, partnerit që unë kisha, është gabim shumë I madh. Mendon që në Big Brother ti ke dhënë ndonjëherë përparësi? Unë nuk e mendoj. Jo, përparësi nuk I kam dhënë, kjo ndoshta edhe për faktin se unë isha lënduar një herë më përpara. Patjetër që nuk mund kishte më përparësi kesin në këtë marrëdhënie. Okej. Kalojmë nuk ja kam, është e vërtetë që nuk ja kam dhënë. Deklarat që Niku ka dhënë, që është e vërtetë. Niki, se më tha çfarë dhe na tha. Nik para disa kohësh ke thënë se një rocker shqiptar nuk mund ta përballoj ose e ka rrugtimin më të gjatë në Big Brother dhe duke cituar fjalët e tua, nuk gjykoj si stereotip rocker, por ne kemi shpirtin shumë të pastër dhe nuk turojmë dot pa drejtësi. Duke parë edhe rocker të tjerë që janë futur, si kanë përballuar dot ato provokime. Prandaj se besoj, nuk japim dot fytyrë falso. Pra, për ty qëndron një fytyrë falso brenda Big Brotherit? Apo publiku nuk do ta donte kaq shumë. Një fytyrë false, domethënë që nuk jep ngjyrat e tua të vërteta përballë një provokimi ose një loje që bën kundërshtari jot. Tani unë si Niki real nuk mund të ta toleroj dikë të më fyej në siç po ndodhen edhe tani së fundmi në moral, në familje, por që të ndalem nga vetja. Prandaj them që duke parë rocker të tjerë, kujt I referohesh? Një mikun tim shumë të mirë që quhet Andrik Beva, që ka qenë. Atë është më, okay. Po, që e kam parë që ka qenë siç ka qenë në jetë reale, nuk I ka duruar dot paditësit. Kështu që dua të di nëse ty do të vinte ftesa për në Big Brother, ti e për kategorikisht jo. Kështu themi, si ti. Pas ka një dëshim aty. Kish parasysh kështu kanë gjithë, jo nuk do futem dhe është pak pastaj të ndohen. Është të nduse, domethënë është fik me dy presa. Me që e kemi Stelinën këtu, ty të zhdukur falso brenda apo jo, si të zhdukur? Nuk mund të them, domethënë fytyra falso si term që kanë shpjeguar, domethënë është një fasadë që vë para teje, që nuk lejon tjetrin që të ndikoj ose apo jo Stelina, që ose. E ka patur këtë fasadë sipas teje thjesht me syrin tënd të jashtëm? Nuk e di, ndoshta nga situata që ka pasur, nuk e di si ka qenë situata para Big Brotherit me Ska që flasim vetëm aty, po. Dhe më tutje, ndoshta është edhe ai personi që je mes 4 mureve. Po ja ta marrim dhe një gjykim ndoshta nga një mashkull. Si e gjykon ti këtë situatën? Si shikoni ju meshkujt, se ne femrat e dihet mos e kemi. Me aq sa kam parë, me aq sa di, jap të drejtë Stelinës. Kështu që kanë shpirtin e bardhë në publicitet, do na bësh një këngë me kitarë? Patjetër. Tani ka si tematike, një po ndarje, jo po atë që do këndonim bashk. Atë do më ndihmosh. E pas kanë vendosur, kanë vendosur bashk. Besoj e din gjithë, po. Hajde. Ne po diskutonim pak bashkë para se të futeshim dhe I tregova për një nga këngët e mia të preferuara, të cilat unë kam kënduar me shpirt edhe në Big Brother. Kështu që